Gjatë ditës së djeshme u bën bashk familjar, bashk veprimtar, ishepëror të lartë të UÇK-s, deputet të parlamentit e kuvendar të Prizrenit, qytetar dhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme që ta rikujtojnë dëshmorin e lirisë Alush Kryeziu, pranë lapidarit të dëshmorit në lagjen Ortakoll tek vendi i Rënjës, para 34 vitësh ku pushka e dëshmorit Alush Kryeziu ishte paralajmërimi se liria e Kosovës do të vinte, kështu u tha nga disa bashkëluftëtar dje në datën e përkujtimit. Para të praneshmeve të shumtë Arjanita Saramati, vajza e generalit të luftës Rushdi Saramati, bashkëluftëtari i dëshmorit e lexoi letrën e babait të saj, ku me këtë rast ai kishte paraqitur guximin dhe trimërinë e pashoq në ato rrethana të Alush Kryeziut. Edhe në këtë përvjetor nuk munguan bashkëveprimtarët e dëshmorit Sania Rexha, Elez Durmishi, Alush Shala, Idris Qeriqi e shumë të tjerë të cilët në evokimet e tyre secili paraqitin nga një sekuencë rikujtimi nga angazhimi dhe atë dashuria patriotike e Alush Kryeziut, duke potencuar se thanë se Alush Kryeziu do të përkujtohet derisa të ketë Kosovë. Deputeti i Kuvendit të Kosovës Kujtim Gashi rikujtoi kohën e rënjes heroike të dëshmorit Kryeziu, kurse rapsodi Hamza Lapçeva promovoi këngë kushtuar dëshmorit Alush Shala. Në emër të familjes së gjithë të pranishmit i falenderoi i biri dëshmorit Nezir Kryeziu. Rënja Alush Kryeziut në këtë kohë ishte njëri nga sinjalet e para se liria e Kosovës nuk mund të vinte pa gjakun e dëshmorëve. Veprimtaria Alush Kryeziut në atë kohë ishin ndër celulat e frontit qëllimtar më aktive në mbar Kosovën e sunduar nga regjimi serboslav. Mirë po, dhe dashuria Alush Kryeziut me shokat të botë ishte një herët edhe vetë bazamenti i UÇK-s në Kosovë dhe vetë lirisë së Kosovës. Ndërto me prodhime vendore.